binjakët. Ish agenti i FBI-s Robert King Whitman, i shenjës binjakëve, në librin e tij Priceless, që do të thotë pa çmim, në kuptimin tepër të çmuar, flet për punën e tij në vite. Puna e tij ishte të gjente sendet me vlerë të vjedhura në gjithë botën. Ai në librin e tij tregon për një sferë kristali me vlerë $350,000 të vjedhur në një muze në Kinë që i përkiste gruas së një perandori kinez. Whitman nuk e gjeti kurrë hajdutin, por arriti të gjente personin që e kishte blerë këtë sferë fare rastësisht. Ishte një fallxore nga New Jersey, që e mbante mbi komor në shtëpi pa ja ditur vlerën e vërtet, dhe për më tepër i kishte vënë sipër edhe një kapele bejsbolli. Gjëra amerikane, njerëz. E tregova këtë histori sepse kam përshtypjen që edhe ty, e dashur dëgjues apo dëgjues qofshi shenjës binjakëve, në muajt në vazhdim mund të ndodhë një gjë e tillë. Po ti jesh i vëmendshëm dhe i kujdesshëm, do të gjesh një gjë vërtet me vlerë atje ku nuk ta pret mendja. Ferra e vogël e ka lepurin e madh, thot populli.